A lejohet votimet dhe a lejohen votimet dhe a votojnë në botën islame për të zgjedhur krerët e tyre shtetëror. Si zgjidhen në vendet islame krerët shtetëror, a votohen, a lejohen votimet në vendin tonë. Po në vendin në çdo shtet, në çdo doktrinës islame. Po, ka ekzistuar në kohët pejgamberit tani Islam mos zgjedh prisi. Emiri, kryeministri i kohës. Sham pejgamberi Islam formoi shtetin dhe u bë kryeministri i vendit, udhëhec, lider. Pastaj kanë vazhduar liderët si Omeri, Uthmani, Aliu. Kanë vazhduar Khulefai Rashidin, 4 kalifet e drejtë. Kanë votuar sikur na kështu. Jo, ka qenë atëherë s'ka pas shumë nevojë mu votu në atë formë. Pse? Se njerëzit kanë qenë publikisht njoftun si figura të sinqerta dhe populli nuk ka pas nevojë me shku me thonë pjau qes votën e më shefte me lukë si filma Cerkoz. Po publikisht e kanë ditë që janë konë njerëz sinqert edhe publikisht tash bile dhe Amerikanë po votojnë senat me dorë për pjetë, edhe pe din kush po voton për çdo. I quajnë ton durë penalt. Votim më të sinqert se ky nuk ka. Tash edhe dos që kanë për shkak që humbin zgjedhjet, po mundohen me shku në sistem publik të zgjedhjeve për mos mu keq përdor vota në sanek. Sepse po ndodh që po keq përdoret vota në kutinë e votimit. Ndodh që për shembull thot aty jo ka qenë vota jo valide, pse e ka bë X-in ose atë Gremçin e ka bë atë tikin e ka bë gabim, tash ja anulon votën. E ndodh edhe në keq përdorime të mundshme, kurse publikisht nuk mundet të ndodh keq përdorim, se ja shef tyrën dorën, edhe e shef publikisht që çon dorën, e thot po unë jam pro, që ky njeri sinqert me na udhëheq. Edhe kështu kanë qenë kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ata publikisht kanë çu dorë, kanë thonë gjithë që kanë qenë prezent, kanë folur, kanë thonë Ebu Bekri meriton me na udhëheq, sepse ai është i shquar për bamirësi, është i shquar për leadership, është i shquar për tregti, din të udhëheq dhe menaxhoj situatat. Edhe gjithë kanë qenë pro tij dhe kanë thonë elemin radina. Kështu e zgjedhën pejgamberin alayhis salam. E keni rastin shumë interesant, rastin e gurit të zi në Qabe. Fisi Benu Kurejsh, fisi Benu Kurejda, fisi ky, Benu Menat e tjerë, u zishin me zveti kush po e merr gurin e zi me vendos të vendi. Pejgamberi çka bën? Ishte njëri lider. Lider din të prind procese. Edhe shkojnë te pejgamber, fisi Benu Kurejda, Benu Menat, Abdul Menat, ky tjetër Benu Kurejsh, e kështu me radhë, po duhen me marr primatin e governancës ose udhëheqjes. Mirë thot pejgamberi alayhis salam, thot pse do ta merr ky, thirrë këtë fiset, përfaqësuesit e çdo fisi, përfaqësuesi i këtij fisi, po hajde këtu, po merrni çarçaf të madh, hidhni gurin midis, kapni gjithë cilin qyshat, zënjoni në përqysh, po merrni të gjithë vendosne, ju kof për haj, krejt e keni vendos gurin, ju vesh njoni, s'ka nevojë, meritat i takojnë Allahut. Lavdi falënderimi i takon Allahut, hizmetin ju ja banat, ja pafshi hajër. Shë? Inteligjenca. Mos mi ngatru me veti, ka ditë me përdor teknika menaxhuese që mos mi jetë hatre askuj. Pra ka vendos drejtësi. Ka qenë adilun i drejtë. Votimi duhet jetë i drejtë. Të ketë të drejtën gjithë të cilit ta shpreh. Për shembull, ju shihni kur hedhet një ligj për të votuar. Nëse votojnë 50 vetë që çaj ligj është i mirë, 2 vetë kundra, hënu. Pse? Se shumica toni e mund këtë pakicën e vogël. Mirë po dhe aty në të vegjelve, duhet mi marrë mendimin. Pse ju keni votu kundër, a mund ta dim arsyn ta 50 pra? Jo është tu po na jena shumë tash e kena mirë. Jo. Mund me pas ata 2 mirë, po këta 50 duhet me marrë me shqyrtu problemin e ty në që ndoshta të ardhmen, me ja hap një aneks ose një mundësi që edhe aty me ja inkorporu idenë e tyre. Fshe? Pra, sepse ne nuk jemi mësu kështu. Ne jemi mësu që nëse aje ka kundër është armek. Jo, mërë ka dalë. Ndoshta është më herë që ka një nëse është kundër, me shikuar dhe mendimin atij, pse ai ka dashur kundër, ku ka po ai rrjedhën e problemit. Ndoshta tani edhe ai 50 që kalojnë te aty dy kundërshtuesin, të ardhmen e ndryshohet ligji prap kthehet edhe bjen vend e vërteta ashtu siç kërkuat. Prandaj, edhe nëse votohet kundër, do të më shikoj pse këta ishin kundër. A kishin ndonjë argument të fortë?
Apo vetëm kishin dëshirën e vetë momentit, apo cila është mund tjetër arsye. Në vendet tona bëhen zgjedhje të këtij kalibri, kurse në vendet të ndryshme, për shembull, varet tash duhet shiku sistemi i udhëheqjes. Në disa vende është monarki, është mbretëri. Në disa vende funksionon parlamentarizmi, senati. Kalifati ka qenë kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashtu vjen për fjalës khalife në Kur'an, që do të thotë wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Për kujto kur Zoti tha me lajkeve do të krijoj mesin e juaj me këmbs që do ta udhëheqin tokën. Khalifa është njeriu. Është një njeri që mund të bëhet president, mund të bëhet kryeminist, mund të bëhet mbret, mund të bëhet deputy, do të thonë përfaqësues. Secili ka gjithë secili ka, sikur për shembull në Senatin Romak, Senati Amerikan, Departamenti i Shtetit, Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dikush e president, dikush ka lidhje, dikush që bën vetimin, domethënë. Senati, dhoma e Senatit ajo, domethënë gjithë secili janë njëri. Po kjo ka edhe të mirën e vet, për shkak se nëse udhëheqësi bën ndonjë gabim ose ndonjë gjë, Senati e ngret çështjen, edhe si thonë na ja ngrej pak veshin, se mundet me kalu në egoizëm, egocentrizëm. Aja nuk është e mirë, pastaj kalon që çka ti doj qefja ti, jo, nuk duhet ashtu, sepse ka domethënë Senati, njerëzit që janë aty prezant e studiojnë terrenin, si duhet përshtatur ekonomia, si duhet përshtatur politikat e sigurisë, politikat e ekonomisë të atij vendi. Këto gjona e keni në Kur'an. E keni te Jusufi a.s. se si e ka menaxhuar situatën e thatësisë, lagështisë, përmbytjeve ujit, si me kursyn depo, administrata publike. E keni në kohën e Resulullah sallallahu që e ka organizuar shtetin, që e ka vendosur të bardhin, ziun, laramonin, ata gjitha ngjyrat e njerëzve që mos me bëhet dallime raciale. E keni në kohën e Umerit, a kupton, që ka drejtuar rrugët, urbanistik, Ministria e Infrastrukturës. Tona këto janë, po thjesht duhet lexu. Duhet studiu. Historia est vita, est magista de vita, është një thonje e urtë latinje. Historia është mësuesja e jetës. Edhe ne mësojmë nga civilizimet e kaluara. Afalam yasiru fil ard fa kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum, të Zoti në Kur'an. A nuk keni hecë nëpër tokë me pa përfundimin atyre që ishin përpara jush? Që me marr mësim. Ku kanë gabuar ata? Që edhe ne si qytetnim, si parlamentarizëm, si shtet, si funksionar, si administrate, si njerëz, si qytetarë të lirë, kështu me radhë, mos të bëjmë gabimet që kanë bërë popujt e kaluam, ti përmirësojmë ato ngjecje që kanë qenë, edhe të avancojmë në drejt progresit edhe zhvillimit. Faleminderit shumë. Faleminderit.